Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për autizmin, në shkollën 9-vjeçare Matido Goreci në Shkodër u çel ekspozita sensibilizuese me titull Gjua ime e dashurisë. Pjesë e saj ishin piktura të realizuara nga vetë nxënësit me ndihmën e mësuesve, duke përcjellë mesazhe për pranimin, dashurinë dhe përfshirjen e fëmijëve me aftësi ndryshe. Në këtë shkollë mësohen rreth 240 nxënës, prej të cilëve 9 janë të prekur nga format e spektrit autik. Kjo ekspozitë është organizuar në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për autizmin, mesazhe që këto fëmijë të përfshihen sa më shumë në shkollë me nxënësit e tjerë dhe normalisht edhe nxënësit e tjerë të ndihmojnë. Janë ndihmuar shumë nga nxënësit e tjerë për të bërë punimet e tyre edhe normalisht nga mësuesit nimëse. Procesi i mësimdhënies dhe integrimit të këtyre fëmijëve kërkon një kujdes të veçantë, shpreh drejtuesja e shkollës. Faktikisht nxënës duhet që të gjithë përfshihen me nxënësit e tjerë në mënyrë që të kenë modele pozitive për të ndjekur, por ka dhe vështirësitë e veta. Me punën në përfshirjen, se jo gjithmonë ato mund të përfshihen me nxënësit e tjerë, jo gjithmonë janë përqendruar në ato që kërkohet gjatë procesit mësimor, këto janë kryesisht vështirësitë që kanë nxënësit. Ekspozita u mirëprit nga prindër, nxënës dhe mësues. Pikturat e ekspozuara ishin të mbushura me ngjyra dhe simbolik, duke treguar mënyrën se si fëmijët shprehin ndjenjat dhe përjetojnë botën përreth.